الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur vllazën shumë të nderuar, xhamatli të jetë respektuar, të gjithë së bashku pa dallim I falenderohemi Allahut, atij kofshëm fal, krijuesit ton të përbashkët, Zotit ton, të adhuruarit ton, I vetmi, I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim, Allahu Dhul Jalal. Shumë selame I qofshin Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij, mbar ummetit tij deri në ditën e madhe të lahtarisë, në ditën e kataklizmës, në atë ditë kur do dalëm para tij. Inshallah me rahmet do të na përcjell ajo ditë, e do të na mëshiroj, e do të na fal, e do të na mbështet, e nuk do të heqë dorë I madhi Zot prej nesh. Të dashurit e mi, vllazën xhamatli, në këto kohra kur me plot kuptimin e fjalës më shumë se kur më herët, se sa sot më se e nevojshme, më se e domosdoshme është të gjithë së bashku të mendojmë, të besojmë edhe të njëjtën kohë të rrugëtojmë drejt kënaqësive të Zotit. Ku në një kohë, në një çast, në një moment, në këto kohra kur shpirtat tona janë të trazuar, mendjet tona janë të trubulluara, zemrat tona kanë mungesë bindje, ka mungesë qetësie, ka mungesë dashnie, ka mungesë afërsie me Zotin ton. Jemi të ngarkuar nga një fenomen me të cilin shpeshherë vëllezërit tonë mërgëmtar e përdorin dhe e përmendin më shumë, e këtë na e përjetojmë hala më shumë, aja quhet stres. Është një stres, pra është një siklet I cili njeriu nuk e lën rahat. E ky si fenomen shumë psikolog, shumë mjek, shumë shkencëtar kanë dhënë definicione të ndryshme, por edhe na nga këndi jon fetar, nga qasja jon e besimit ton, vllazën të dashur, I madhi Zot I kërkon njeriut më u lidh me Zotin, se problemet e kësaj bote janë aq të mëdha, aq janë të nduarta. Shpeshherë janë fitne dhe sprova në të cilat sot njeriu ballafaqohet edhe në mungesë të përpunimit këtij mendimit, në mungesë të gjetjes së guximit me shpreh atë që ti e koncepton, që ti e beson, që ti e sheh, që ti e analizon edhe për të përshtat me rrethin ku jeton, qoftë në familje apo në shoqëri, qoftë në shkollë apo në xhami, qoftë në kolektiv apo qoftë në rrugë, edhe për t'ju përshtat dëshirave të cilët njerëzve të cilët ti I rrethon edhe shoqërohesh me ta, duke lujt aktrim para tyre edhe duke prezantuar në një fotografi me të cilën ti nuk e beson çashtu, atëherë shpirti I njerit aq shumë mbi ngarkohet, proceset psikologjike të njeriut aq shumë ndërlikohen, saqë vjen një rast kur shpirti mo nuk e duron. Se shpirti është I Allahut, është I paq. Ai nuk e duron falsifikatin, ai nuk e duron aktrimin, ai nuk e don me prezantu ti çka nuk I je. E shpesh njeriu për shkak rrethonave të caktuara prezantohet diçka tjetër, edhe nuk është në gjendje me e zbulu vetveten e tij, nuk është gjendje me e shpreh atë që e mendon, pastaj njeriu bie në stres, ankthi atë e shkatërron edhe vije deri në një rezultat kur nuk është gjendje të dashurit e mi me tregu vetveten. Për këtë arsye Allahu Dhul Jalal ka thonë me Kur'an, ka dhënë shpjegim të bukur, ka thonë Allahu me Kur'an, ka thonë elladhina amanu, ata të cilët besojnë, tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Atyne
ju qetësohet zemra kur e përmendin Allahun. Dietarët thonë që Allahu Dhul Xhelal e ka përdor foljen kohën e tashme. Ka thonë ata që kanë besu, zemrat i mojnë të qeta, tu e përmend emrin e Allahut. Në kohën e tashme ka përdor foljen e tashme, pro non stop i përgjigjen Allahut, e përmendin Allahun, i kërkojnë ndihmë Allahut, i përgjerohen Allahut, i përkushtohen rrugës së Allahut, atyre shpirtat, zemrat e tyre, mendjet e tyre janë të qeta. Ai është në gjendje mu ballafaqu me çfarë do sfide, madje edhe me kundërshtarin e tij, por qetësia, zemërgjënësia, afërsia, mirësia, besnikëria e fjalës në asnjë rrethon nuk i rrezikohet atij. Për këtë arsye, në vllazën të dashur, na kemi nevojë më shumë se kurrëherë më parë që fëmijët të tanë me bisedu, fëmijët e tanë mu shpreh, se në mungesë së shprehjes së lirë, njeriu duke u friguse me kallxu çka unë mendoj, nashta shokët më largohen, nashta rrethi nuk më pranon, e pastaj njeriu lun, bën aktrim. E këtë vllazën të dashur, na duhet, për këtë arsye feja jonë është aq e madhe, aq e mirë, saqë Allahu ja ka dhënë mundësinë gjithë secilit njeri më u shpreh. Nëse nuk gjen ti guxim, më shpreh para babës, para vllaut, gruaja para burrit, njeriu para njeriu të vet, shprehu Allahut bre. Gjeje guximin se ki Allahun e mirë i cili të ngan, i cili nuk të ndërpren, i cili të kupton, jo veç të kupton, pa dhe të mirë kupton, madje të çon frymëzim për me zgjidh këtë problem. E njeriu vllazë shpeshherë është i ngarkuar edhe nga informatat bombastike. Atë shumë jemi të ngarkuar me informatat natyrave të ndryshme, sidomos kohëve të fundit, neve shpeshherë është duke na ik truni që thot populli. Pastaj reflekton kjo mbi ngarkesë e trunit, kjo mbi ngarkesë e psiqikës tonë, kjo mungesë e rahatisë së shpirtit tonë, pastaj kjo reflekton vllazën të dashur kokçarje. Njeriu pastaj runa Zot edhe çka mendon keq, jo vetëm për vetveten e tij, por për rrethin e tij. Madje e bjen në një situatë vetveten e tij me menu keq edhe mendime të vinë runa Zot edhe për Zotin, me menu keq. Për këtë arsye thojnë dietarët, njeriu është sikur qielli, a mendimet janë sikur ret lëvizin, herë janë të mëdha, herë janë të vogla, herë janë të ndryshme, ato lëvizin, edhe mendimet. Zoti ka lënë njeriu me menu, le të menon, ama të gjithmonë menimin e mirë për Zotin kur mos e ndrysha. Pa asnjë me dyshje Zoti ka me të ndihmu. Shpesh njerëzit neve na kontaktojnë, besa njerëz me kalibra, me njerëz që kanë afinitet në veprimtaritë e tyre, kanë bagazhe, background në pozita të ndryshme, janë të ngarkuar mungesë adhurimi ndaj Zotit, mungesë qetësie shpirtërore, mungesë rrëfimi edhe ndëgjimi palës tjetër, edhe njeriu bie në depresion, e ka godit ankthi, e ka kapluar dhe e ka mbërthy komplet stresi. Ai ka nevojë me e ndëgju dikush. Për këtë arsye na i flasum njerëzve, ju thojna njerëzve, njeriu është i krijuar prej 3 komponenteve, prej trupit, smuhet trupi, do të më shku te mjeku, smuhet mendja, do të më shku te psikologu, po smuhet shpirti, do të më orte hoxha. Kjo është, do më thonë, një kombinim i hatashëm i jetesës e njeriut. Andaj, na sot kemi nevojë më shumë vllazën të dashur, jepni përparësi lajmeve të bukura, dëgjoni më shumë fjalën e Zotit, më shumë të dashurët e mi, mendoni pozitivitet, edhe qasjeni jetës me pozitivitet, me dashni, edhe në rrethona më të rënda të luftës me të cilët jemi ballafaqu. Shpeshherë kemi pas mungesë gjonave më elementare të mundshme. Kush ta ka marrë gjallë? Një fjalë e një babe, një fjalë e një plaku, një fjalë e një nane, një qendres stoike e një besimtari i cili ka thonë komu bo mirë, qëndroni burra se Zoti ka më animu. Kur e kanë pyet edhe e kemi pyet, çysh komu bo mirë? Ka thonë nuk di me kallzu qysh, po e di që Zoti e bën mirë. E veç që të fjallë, njeriu i sprovum me një prej teje, njeriu i ri, një djali i ri, një vajzë e re, me një prej teje, o djalash, o bab, o migj, o agj, o vlla, me një njeri më i ri se ti, fjallën prej gojës tane kur thushti Zoti e bën mirë, vallahi Zoti ka me një mu. E për këtë arsye shmangjoni bisedave të kota,
shmangjuni ofendimeve, linçimeve. Njerëzit janë të lirë me menu, me mendu, me paramendu, mirë po gjithmonë duhet me dhënë përparësi çkajes, kënaqësisë dhe razisë Allahut. Shikoni Muhamedi alayhis salatu selam. Një kohë njeri në ftyrë toke më i bekum se Muhamedi alayhis salam. Vule pejgamberis, i dashuri perenis, mësuesi njerëzis, shpëtimtarit të gjitha kohërave deri në ditën e Kiametit, çka ka thonë? Ka thonë, ju lutem, mos më folni keq për shokët e mi. Mos më folni keq për njerëzit e mi. Kanë thonë, pse ja Resulullah? Ka thonë se kur folni keq për shokët e mi, për njerëzit e mi, zemra jam, shpirti jam, mendja jam, po ndikohet, e kur pe takoj atë njeri, po tutna, po hupi shpirt, e po menej keq për njeri. Kush e ka thonë këto? Këto e ka thonë Muhamedi alayhi salatu selam. Po kush jemi na o të dashurit e mi? Që mos me leju pastaj njeriu vetë vetën, e mos me avënu një filter gojës të vetë, e pastaj synit vetë, e të veshit vetë, sepse zemrën Allahu njeriu t'ja ka folë sikur sunxheri. A ke po sunxheri që është thith ujë dhe lakshti, që ashtu zemra njerit merë. Nëse merë vllazën të dashur gjona të pakëndshme, të cilat janë inexistente, janë burim i një pakënaqësie të caktume, një njeri i cili nuk e ka kuptuar mirë, edhe shprehet gabimisht, edhe ti pastaj pa e verifiku, e merr atë informatë dhe ndikon trunin tën, mendjen tonë, shpirtin tën, ti nuk je gjendje pastaj i dashuri im me menaxhu drejt folurit tën, e nëse ti flet pa e menu ose runa zët gutesh në gjykim e del në para gjykim, kime dhonë llogari para Allahut dhul xhelal. Sot njerëzit shumë po hupin shpirt. Shumë njerëzit sot po humbin shpirtin e tyre se po flasin, po linçojnë, po nënçmojnë, edhe të njëjtën kohë po arrin derisa në asin nivele me e keq kuptu njëri tjetrin, por edhe me e gjyku, por runa zot, kjo vllazën të dashur, na do të japim llogari para Allahut, e njeriu i cili ka këtë bindje, ka këtë dëshire, ka këtë vullnet, mu taku me Zotin e tij të paq, mu taku me Zotin e tij duke qenë i pasur me shpirt, me zemër, duhet me kon njeriu fisnik edhe besnik. Fal Zotit pas gjithë atij rrugtimit përbashkët para 140 viteve, qysh në lidhjen e Prizrenit, pastaj vllazën të dashur, hajde dal ngadal, domon gjenerate brez pas brezi deri në sublimin më të madh që ky njeri dhe ky shqiptar ja boni këtij venit, e fitoi pastaj edhe mbështetjen e miqve tonë ndërkombëtar për të ardhur deri te liria, qysh mas 25 viteve pas luftën, në çerek shekullit 21 e kalum të gjithë së bashku, pse gjithë kjo armiqësi, pse gjithë ky linçim, pse gjithë ky nënvlerësim, pse vllazën të dashur jemi gjendje vrerë me vjill kundër njëri tjetrit? Pse mos me gjetë udhën e përbashkët edhe me ecë përpara? Na ja kemi bërç Allahut, pastaj ja kemi bërç brezave të ri të cilët ata janë duke eduku. Pse vllazën na e kemi arrit, do më thonë gjithë këtë mirësi të modhët Zotit ton për të na dhuru mirësi e begatit të ti pa numërta, njëra prej shkaqeve kryesore është se ne jemi eduku në frymën e patriotizmit, në frymën e atë dashurisë, në frymën e bujarisë, në frymën e faljes dhe mëshirës dhe respektit. E nëse na e vënojmë në prioritet linçimin, poshtrimin, imoralitetin, poshtërsimin, edhe veprimtaritë dhe fenomenet më negative dhe shprehit më devijante të mundshme, duke i dhënë përparësi, atër dinë vllazër të dashur se kështu mënyrë domethënë të pa kontrollume, të pa meditume, kemi me eduku fëmijët e tanë, e si rrjedhoj e këtij keq edukimi, pastaj fëmia ju nuk është gjendje e me tregu vetveten e tij, me marr guximin dhe mu shpreh, e pastaj e komaro. Do më thonë pengi, ankthit, i stresit, i mërzis, i dhënimit, edhe vinë deri te ma keqja mundshme përdorimin e narkotikëve runa zot, deri te kush, deri te vetvrasja. E në këto fenomene duhet mi trajtu, duhet mu ullë, me bisedu, është e thjesht kjo punë, është e lehtë kjo punë, veç që të dorën zemër atë që nuk ja dënë vetës, mos ja duj, mos ja thuj, mos e përjeta as për të tjetrin, sepse kështu na e plotësojmë njëri tjetrin. Nuk ka njeri të pagabushëm, nuk ka njeri të përkrym,
krejt njerëzit kanë të mira, kanë të këqija, kanë përparësi, kanë ngecje. Përparësit merja, ngecjet, hedhja, ato zbrasit ti plotësoja, ti plotësohesh, kështu ecëm përpara dhe arrim kënaqësinë të madhit Zot. Ati kof shumë falë. Shëqër Zoti me thonë që elhamdulillah në ardhë dita me e përjetu kënaqësinë e lirisë, me përjetu kënaqësinë e pavarësisë, me përjetu ndërtimin e shtetësisë. Po këtu janë mrekulli të mëdha, po këtu janë ëndra të pleqëve tonë. Këta ata që kanë vdekje, janë vrarë, janë sakatuar, janë masakruar deri në vitin me 12 qershor të vitit 1999. Krejt pa takuan në një pikë. Të gjithë kanë shku që thot populli me një merak, me një zhig, a thu val, apo lirohet Kosova? A thu val, apo që lirohet ky vend? A pe fitojmë na më vetësinë tonë? Të gjithë kanë shku me këtë gojle, me këtë merak. Por vllazër të dashur, nëse na e kemi ndërdijet tonë, që na duhet të çlirohemi nga mendësia e robërisë. Ky është vendi jonë. Ky është vendi i aspiratave tona, trit dhe treja tona, këtu duhet të ngulin kamp, këtu duhet shkollohen, këtu duhet të ngriten, këtu duhet të bashkohemi të gjithë. Pa juve nëse nuk kisha mujtë me mojtë as hutben, as namazin e xumos, do të isha i detyruar në udhu billah me fal veç namazin e drekës. Prandaj kemi nevojë të dashurit e mi që të bëjmë forcat tona, ta përbim atë shme thonë idhnimet, nervozat edhe të i kalojmi formën dhe mënyrën më të mirë të mëshme ashtu qysh na mëson Allahu dhe qysh na ka sjell shembull dhe model profetin ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Kur njëherë mos u largo Zotit kudo që të jesh, çfarë do gjendje që të jesh, Zoti nuk e dorë prej teje, ai don, ai të afron, qysh ti jesh, ai të afron si je i ti. Ai shumë të dënë, na dojna me i afru këtë popull, na dojna me e forcu këtë popull, na dojna me motivu këtë popull, na dojna me trimnu këtë popull, na dojna me e ngrit këtë popull. Prandaj fjala e mirë është melhem për varë, edhe ne me fjalë të mira, ose do të flasim mirë, ose do t'ja bojmë në regjim vetvetes, o mirë, o do të heshtim. Zoti na ndihmoft, e na plotësoft, e na dhuroft. Të dashurit e mi, para se me përfundu dhe me lut Zotin Dhul Xhelal, e kemi do të thot një qarkore nga Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Mitrovic, do ta qesëm sot postoqin në të gjithë qytetin tonë, në gjithë xhamiat, me katune, me sheshe, me keq ka ka Mitrovica për mbi 33 xhamia, do ta përkrahemi një projekt të Bashkisë Islame, e cila ka qenë ky projekt edhe ëndër i hoxhës së hoxhëve të Mitrovicës, kush tjetër pas Mulla Mustaf Efendi Vidishiqi, i cili ka ndruar jetë vitin 1968 të dashurit e mi. Ky hoxhi bekum, ëndër e ka pas, që me ndërtu një kuranotek, një ndërtes ku kanë me mësu hifz, bit dhe bijat e Mitrovicës, fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu. E ne të dashurit e mi, e kemi nisat objekt, edhe gati e kemi në përfundim e sipër, po ka nevojë për meremet, ka nevojë për mbështetjen e juaj, ka nevojë për përkrahjen e juaj, që Mitrovica me pas një qendër, një akademi të hifzit, të Kur'anit, fjalës Allahu te bareke u taala, aja do të bëhet në qendër të Mitrovicës, e me emrin Allahut të gjimnazi, është veç do të thotë në përfundim e sipër ndërtimi i vrasht, ka nevojë për mbështetjen e juaj. Ju lutem, ndone këtë mene e ndihmona edhe në postoqi sot do të avnojmë edhe na edhe këti projekti t'i thojmë merhaba që të populli edhe ta përkrahemi dhe ta mbështesim sa të kemi mundësi. Zoti inshallah na përkrah, Zoti inshallah na ndihmon. Wallahi mos e kishim pas gojle ata, e mos e kishim pas preokupim ata, pasha Zotin e madh, ati kof shumë fal, sot na nuk do të ishim të lirë sot. Edhe duke u kënaq me këto begati, shikoni sa popujt në përbot janë të robrum e të shtypur, që vëllezërit tanë në Gaza, që janë duke hjek, që janë duke vujt për gjona më elementare, atje gjithçka që është njerëzore, shkatru të dashurit e mi, edhe ne duhet marrëm i bret edhe mësim, sepse aja që ata përjetojnë, na jemi duke u kënaqur mirat e Allahut, sa do të na zgjat. Më varet për halalit tonë, më varet për kushtimit tonë, më varet për dashnis tonë, më varet për bashkëpunimit tonë. Prandaj ma mirë në qëtë
me ju kthy halalit e me bashkëpunu me njëri tjetrin se me kqyr njeriu ujk tjetrin e me kqyr me nërkomza që thot populli, por t'ja dhojmë hakun kësaj lirie të kënaqur me të mirat e Zotit në dynjë dhe në ahiret. Faleminderit shumë, i lutem Allahu te bareke u taala për një rast i cili është shumë gjendje të rëndë në dhumë atje intenzive në ÇKUK, e djalit tim ka bo emanergji, o Allah shëro, o Allah letësu, o Allah ndihmu, o Allah kthjellu. I lutem Allahut azza wa jalla edhe për Bacin Selim, cilën kemi xhamatli, inshallah Allahu dhul jalal e shliran, e udhzon, e drejton, e shëron, e letëson për gjithë ata cilët kanë nevojë, edhe për axhin tim Haxhi Hasanin, edhe për gjithë vllaznit e motrat tona, cilat janë në zor, kanë probleme, kanë halle, kanë derte, kanë shqetësime. Ja Rabbel Alamin, Allahu i shëroft. O Allah, ruaj policinë e Kosovës që na zbardhën fytyrën natë e ditë. O Allah, ruaj ushtrinë e Kosovës. O Allah, ruaj djemt dhe vajzat e kësaj shqiptarie, gjithë njerëzit tanë, pa dallim, na jemi një, na jemi një trup, na jemi vllazni, të gjithë ata që bin shahadet, po dhe ata cilët nuk bin shahadet, po jenë gjaku ton, jemi një kauz neve na bashkan me emrin e Allahut, jemi bete këti atë dheut, jemi rob të Zotit ton të përbashkët, krijuesit të vetëm të parit pa fillim, të fundit pa mbarim, të gjithë së bashku do të arrijmë kënaqësinë e Allahut, sa të kemi mundësi, veç ta kemi në jetën për hatër të Zotit krijuesit gjithësisë. Faleminderit shumë vëmendje e qofshit bekum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vllazëm thot Zoti me Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni. Shikoni sa thirrje e bukur e krijuesit ton. Mbylli syt edhe mendo që po thret Zoti. Mos u shqetëso. E as mos u ligshto. Ti je i nalt, ti je i madh. Ti je madhështor, ti je njeri, ti je madhështor. In kuntum mu'minin, nëse je besimtar. Allahumma mundsoft ya rabbel alamin. E përgatituni me fal farzën e xumos, e falenderoj shumë e përhaj këtë ditë.